Ne Karkaleci vetëm ai është du, po erdhi Karkaleci vetë kryetari i bashkisë. Kaq më. A është problemi madh për ju ky Karkaleci kështu? Po për ne s'na kanë nga më jam të vini në shtëpia jonë, ne nuk rrin dot në shtëpi time. Asnjë. Çka ka dëmtuar? Të tëra gjërat, më me jonde, më me të shëra që kanë bie mistra tani ka hyrë fasulën e mbaroi të tëra. Nuk ka mbetur gjë tani, çfarë të them. I ka prishur po ajo edhe për 10 ditë nuk lës në gjë. Po tani neve kërkojmë këtë, tani këtu kërkojnë dëm shpërblim nga gjithë këta që kanë mbjellë më shumë, sepse ja, po të thot vëllai, se nuk është puna atje, po ku mund ta gjejë Zajren e blegtorisë të tëra, se ne nuk duam na dy plenj shtëpi, një bukë me 3 ditë duam të bëj vllai. Neve nuk kërkojmë qeveri na këto gjëra. Po këta të kenë tup që vinë angazhohen, vjen kryetari i bashkisë këtu edhe tani nuk del fare. I vajta unë me vllain atje, çfarë do të them, neve jemi njerëz. Edhe kur vejmë që na pret në bashki, na nxjerr të tërve për jashtë, na ul aty në post ulen karrike vetë çarkin ja, është pret një në zyrë mor. Ne kemi pasur kryetar bashkie, po kanë qenë të nderuar për neve këtu. Po ky është fytyra me poshtë që ekziston. Nuk ta them unë, po ta thon të tërë këta. Ky nuk e ndërson, ky është për ashtu më për të rënë fizharmonikës, për të fotografuar si më fotografoni mua ata që këndoj. E tani ne mbaruam si njerëz, thotë, po turpi bostu. Edhe që të vinë gazetar, gjuna Perëndia mor për këta pleq që kanë mbetur këtu. Për juve kemi respekt. U faleminderit shumë që vini, edhe nuk kemi as në një acarim, as në një. Po kryetari i bashkisë vjen këtu, po kemi një kryetar që e ka marrë në lojë Edi Rama dhe ka sjell këtu. Ajo është tamam si ajo që ha bananet në ajo. Majmuni, ja po t'ja them buri majmuni me arditin. Prandaj po i them, na premtoi për varret, tatime t'i bëjmë i dham me vllan atje edhe tha, s'keni punë ju të t'i bëjmë. Të shikoni, kanë ardhur, i kanë bërë, po të vini tani të shpijem 5 minuta atje, vetëm sa vinë 3-4 vetë atje, vlajton edhe ngrihen edhe iken, nuk duan të dinë fare. Neve nuk i kërkojmë qeverisë as buk, as gjë. Ujt kemi 4 vjetë po paguajmë sa s'ben more vëlla, të shikosh nuk pjet ujt ton fare.